tregon Halimja. Sapo e solla dhe e vura në prehër, qumshti më rodhi vet nga gjoksi. Muhamedi filloi të thithte dhe u ngop mirë. Pas tij ushqeva edhe djalin tim, i cili një natë më parë kishte qarë për shkak të mungesës së qumshtit. Dhe kur i im shoq shkoi ta milte devën tonë të vjetër, u befasua kur pase edhe gjinjët e saj ishin plot me qumsht. Oj Halime, me sa duket ke marrë një krijesë të bekuar, më tha duke mbajtur një enë për plot me qumsht. Kur i hipa kalit, ai rëndente aq shpejt sa asnjë tjetër nuk mund ta arrinte. Gratë që ishin me mua atë ditë habiteshin dhe pyesnin: "A është i njëjti kal me të cilin erdhe në qytet?" "Po, për Zotin, është i njëjti", përgjigjesha, e habitur nga vrapi i tij. Me ardhjen e Muhamedit, gjithçka në shtëpinë dhe në familjen e Halimes rilindi. Bagëtitë e tyre u ktheheshin nga kullota të ngopura dhe plot qumsht, ndërsa tek të tjerët, edhe pse kullosnin bagëtitë në të njëjtin vend, asgjë nuk ndryshonte. Muhamedi ushqehej me gjë e përparonte dhe të gjithë fëmijët e tjerë të Halimes përparonin dhe ishin të kënaqur. Duke qenë të bindur se gjithë kjo begati nuk ishte e rastësishme, por erdhi me këtë fëmijë të dashur, të gjithë kujdeseshin për të dhe e donin. Muhamedi po rritej me shpejtësi si djemtë e tjerë. Nuk ishte as 2 vjeç dhe tashmë ishte një djalë i fortë. Duke parë të gjithë këto ndryshime, Halimja shpesh kujtonte ditën kur shkoi në Mekë për të kërkuar një foshnjë. Asaj i kujtohej se si nuk kishte qumsht në gjinjë dhe djali i saj qante gjithë mbrëmjen nga uria, se si devje e vjetër zvarritej pas tyre, e cila gjithashtu nuk kishte qumsht, kështu që ata vetë vuanin nga uria. Edhe pastaj gjithçka ndryshoi. Bereqeti mbriti në shtëpinë e saj dhe të gjithëve ju forcua shëndeti. Në 2 vjet, Muhamedi ishte forcuar kogja, ai filloi të este herët dhe tashmë shprehje rrjedhshëm dhe bukur. Kur i mbushi 2 vjeç, Halimja e çoi tek e ëma, por ajo donte shumë të mbante pranë vetes sepse ishte e bindur për bereqetin e tij. "Përse nuk më lë me mua edhe për një farë kohe, derisa të rritet edhe pak? Unë kam frikë për të këtu në Mekë", i tha Emines. Në atë kohë kishte rënë një farë epidemie në Mekë, kështu që Halimja donte të përfitonte nga kjo dhe të mbante Muhamedin të qëndronte me të. Eminja heshti për një kohë të gjatë dhe e përgdheli flokët e djalit të saj. Ajo nuk mund të ngopej duke e shikuar bukurinë e tij dhe çdo lëvizje e tij i ngjallte ngallëzim në zemër. Ai ishte një fisnik i vogël e i vërtet, zotëri i vërtet, mendoi ajo e mahnitur prej tij. "Faleminderit, o Zot." Nga frika e epidemisë, ajo lëshoi pe dhe e lejoi Halimen ta mbante edhe për disa kohë. Kështu Muhamedi vazhdoi jetën e tij në fisin Benu Saad, ku të gjithë e pritnin krah hapur. Ai u rrit në kujdes dhe lumturi, luante me vllajën e tij të qumshtit dhe ruante bagati. Ditët e tij ishin të mbushura me gëzim dhe hare. Kur u bë 5 vjeç, Halimja e ktheu atë në Mekë, ku nëna dhe gjyshi e prisnin me padurim. Ata e falenderuan Halimen përzemërsisht dhe e shpërblihen me bullëk për përpjekjen e saj. Pastaj ju drejtuan fëmijës të lumtur që ishte me ta. Ata u kujdesen për të, kurse ai për një kohë të gjatë kujtonte fshatin ku ishte rritur dhe kishte luajtur i lumtur me vëllezërit dhe motrat e tij të qumshtit.